Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut gjithëmëshirshëm të mëshirëplotit. Selami i Zotit qoftë me ju të dashur miq, teleshikues, ku do qeni, përshëndetje e lut Zotin që të na fal gjithëve. Jemi bashkë në gjitha përpjekjet me i kuptu drejt të mirat e Zotit Manushëm dhe me pas qasje të sakt ndaj gjitha asaj që na rrethon në jetë, sepse trajtimi i gjërave në formën e sakt ju jap kuptim edhe gjithë çdo gjë në jetë e kthen në pozitivitet. Sot bashkë do të flasim për magjinë e sprovës, sepse sprova respektivisht telashet në jetë, mungesat, privimet nga shumë gjëra të nevojshme, shpeshherë mund të shndrohet në një bela, në një sprovë, të pas parasysh se shumë njerëz din me kundërshtu caktimin e Zotit, din me qenë të hidhruar ose të nervozuar me caktimin e Zotit për ta. Nëse kishim bë pyetje ka vjen ky mos pajtim. A keni vërejt të dashur miq, çdo kush prej nesh kur të sprovohet i ndodh diçka shumë interesante. Çaq shumë na mendojna mirë për veten tonë, çaq jena të bindur që jena burra të mirë, jena njerëz të mirë, saqë çdo njeri prej nesh momentin e parë kur i vjen një sprovë, kur i vjen një telashe, automatikisht fillon me akuzu Zotin. A dini pse? Se gjithë ka menherë e krijon ndjenjen që unë nuk e meritoj që sprovë. Nashta këta tjerë e meritojnë, po unë se meritoj, unë jam shumë i mirë. Kjo lloj qasje shpeshherë është tepër e gabueshme, sepse jo gjithë kushtimisht Zoti po me atë sprovë po do më na ndeshku. Nuk po kontestojmë që je i mirë. Nuk po kontestojmë që je musliman i mirë. Por kusht ka thonë që muslimanët e mirë nuk sprovohen. Kusht ka thonë ty që njerëz të mirë nuk kanë telashe në jetë, nuk sprovohen në jetë. Zaten që aty testohet mirësia e tyre. Nëse je i mirë, nëse konsideron veten musliman të mirë, edhe njeri të mirë, atëherë a dini ku është matja, ku bëhet matja e mirësisë tone? Momentin kur ai të sprovon, momentin kur ai të privon, momentin kur ai të godet eventualisht mund ndonjë fatkeqësi. Njerëz shpeshherë pyesin, nëse Zoti i Madhueshëm ashtu që ju po na flisni është i mëshirshëm, është i butë, është falës, e don të mirën për njerëz, ka dëshirë mi pa njerëz të lumtur, mi pa njerëz të kënaqur. Atëherë pse ai nuk ja plotson gjitha dëshirat njerëzve? Pse Zoti i Madhueshëm nuk ja plotson gjitha dëshirat njerëzve? Të pas parasysh se ai ka mundësinë, edhe pasuria e qiellit tokës është në dorën e tij. Këtë pyetje duhet me kuptu drejt. Për arsye se edhe në farashin social, edhe në rashin psikologjik, profesorët përkas këtyre shkencave kanë fillu kohën e fundit me shpjegu që fëmijët të cilët rriten në familje ku nuk aprish kërkush, ku rriten në sefa, ku shpeshherë janë fëmijë të lasdruar për shkak gjitha mundësive që i ofrohen, ku nuk kanë program, nuk kanë edhe privime, nuk kanë edhe detyra, nuk kanë edhe obligime, kështu me radhë. Zakonisht këta lloj njerëz dalin të papragaditur në jetë. Nuk janë të fuqishëm me i bart sfidat e jetës, me i bart përgjegjësitë e jetës. Sikur del kuptimi që në ato familje ku fëmia rritet në korniza, në orientime, në privime shpeshherë, ku prind i qesin program, ku prind të urdhërojnë, ku prind të ndalojnë, ku prind thjesht i vendosin program, ku i plotësojnë disa dëshira, po nuk i plotësojnë disa dëshira. Në general, këta prind dojnë me përgatitur për jetë. Këto është urtësia pse Allahu i Madhueshëm nuk u plotëson gjithë njerëzve dëshirat. Këto është urtësia pse Zoti na godet shpeshherë edhe me mungesa dhe me fatkeqësi kështu me radhë. Thjesht Zoti i Madhueshëm don më në përgatit për jetë, sepse pa i kalu këto teste nuk je i gatshëm me bajt përgjegjësi, nuk je i fuqishëm me bajt përgjegjësi. Dhe kjo është ajo që me të vërtetë duhet me pas çdo besimtar parasysh. Asnjëherë mos me mendu që mos me shndru, domethënë sprovën si një revolt, mos me shpreh revolt ndaj sprovës, mos me shpreh revolt ndaj caktimeve të Zotit Madhueshëm, sepse qeni rrit i butë, i mëshirshëm, falës,
edhe qenurit përcaktues i kadereve janë dy cilësi të pandashme të Zotit. Ai sa herë përcakton diçka për ne. Ai sa herë vendos diçka për ne. Në vendosjen e tij, në përcaktimin e tij e shoqëron mëshira e tij, e shoqëron falja e tij, e shoqëron dëshira që ai më na pa në formën më të mirë ne. Kjo është ajo që vërtet nuk guxojna mi nda cilësitë e Zotit Manushëm. Ai është falës, është i mëshirshëm, u don të mirën njerëzve, megjithatë edhe i sprovon. Dhe kjo është kësaj duhet të shihen gjitha sprovat. Domthon sprovat janë përpjekje për me na kalit, për me na shtrëngu, për me na forcu, për me na bë më të përgatitur me i bart sprovat e të lashët e jetës. Për këtu, ne agjojmë që pejgamberët e Zotit kanë qenë njerëz më të sprovuar. Kanë qenë njerëz më me të lashe. Kanë qenë njerëz më të goditur. Imagjinojeni që pejgamberët e Zotit shpeshherë kanë pas probleme edhe me siguru kafshatën e gojës. A do të thonë kjo që Zoti nuk e ka dashur ata? A guxojna me mendu që Hazreti Muhamedi nuk e ka dashur Allahu Manushëm? Është njëri më i dashur në gjitha kohërave. Krijesa më e dashur të Zotit Manushëm. Po, që ky njeri me gjithë se dashni që Zoti ka pas ndaj tij, ka ditë që të rënë me ditë tëra pa ushqime, të fut gur, të në rripin e tij, ta palaj stomakun e tij prej urisë. Po shtrohet pyetja pse gjithë këtu? Sepse këtu e bojnë të fuqishëm i bart brengat edhe të lashtë edhe përgjithësitë e jetës. Nëse kishim guxoft, kjo do të ishte relacioni i Zotit me robët e vet, që ashtu që ishte relacioni i dy prindve të mirë me të voglin e tyre. Dhe këto është më rëndësi besimtari me pas qasjet e sakta. Këto është më rëndësi më bind ai fëmijë që prind kur të angazhojnë, kur të sprovojnë, kur të testojnë, kur e i dhon detyra, kur e privojnë për shumë knasive. Ata në general e dojnë të mirën për ta. Kështu duhet shihen sprovat e Allahut Manushëm. Kësaj besimtari. Përndryshe, nëse shprehim revolt ndaj nëse e deklarojmë revoltën ose shpeshherë edhe e mbyllim revoltën, sepse kjo puna e revoltës ndaj caktimit, ndaj sprovës, kjo nuk është gjithherë çështje deklarata, çështje shprehune. Kjo mund të qenë shpeshherë edhe revolt e brendshme ku ti e kundërshton Zotin me brendësinë tonë, ani pse nuk e shpreh, nuk e deklaron. Po mos harroni që Zoti na lexon edhe brendësitë tona, na lexon edhe zemrat tona. Në vazhdim do të mundohem bashkë me pa cilat janë simptomat e një njeriu i cili është sprovuar me sprovën. Një njeri që ka keq kuptim ndaj sprovës, ka arrit që sprovën gjithherë me pasi diçka negative, me shpreh revolt të vazhdueshme ndaj privimeve ose sprovave që Zoti i Manushëm ja bën atij. Ekzistojnë dy simptoma, dy shenja, nëpërmjet tyre unë me krahasu veten. A jem të kuptu drejt sprovën, a si jem të kuptu drejt sprovën? A jem të sprovuar me sprovën, apo jem të përfitu prej sprovës? Nëse kuptojmë sakt sprovën, mund të shpërblehemi edhe thjesht mund të jetë një kalitje për të bërë përgjithësitë e jetës. Sinjali i parë i një njeriu i cili është sprovuar me sprovën, edhe e ka keq kuptuar sprovën, është njeri i cili momentin e parë, kur i ka ardhur një fatkeqësi prej Zotit, ose Zoti s'ia ka plotsuar një lutje, s'ia ka plotsuar një dëshirë, e ka testu, e ka sprovu, e ka privu për diçka. Ja kthen Zotit shpinën edhe fillon me anku Zotin të njerëz. Edhe nuk lën njërin këtë botë që takon pa ja qel problemin, pa u anku, pa u dërtu, pa kajt, pa u viktimizu, pa u shkretu, e kështu me radhë. Ky njeri, para mendoni tash, sa muhet me jënu Zotin e Manushëm. Deri që tash, ka thonë Allah i Manushëm, njeriu nuk ngopet asnjëherë tu lut për mirë, tu kënaq me të mirën, tu kërku Zotit të mira. Zoti i ka dhënë të mira. Për një herë, një moment e ka sprovu. Për një herë, një situatë nuk i ka plotsuar një dëshirë. Ja ka kthy Zotit shpinën, pesimizëm ndaj Zotit, pesimizëm ndaj rahmetit Allahut, ka filluar mu anku të njerëz. Edhe ka filluar me qel temat, keni kujdes. Kur thojna ka filluar mu anku të njerëz ose kanë filluar me dërtu me njerëz, këta njerëz mund të jenë njerëz
që janë profesional, njerëz që mund të gjojnë, mund të qash hallet me ta, janë njerëz që mund ndihmojnë me dalë për krize, në këtë situatë s'ka të keqe. Po kur kjo hapet dera dhe ti ankohesh me njerëz që e din që mundet me ndihmu dhe din që s'mundet me ndihmu, këto është sinjali, këto është shenja e smundjes, këtu ka fillu mu keq kuptuar sprova. Sepse nëse njeriu ka një telash edhe thjesht konsultohet me njerëz me përvojë, me njerëz me pregaditën profesional, nuk ka asnjë të keqe. Por kur fillon mu anku me të parën, e dytën, me ato që din, me ato që s'din, atëherë vrejmë që ky njeri ky ka fillu me keq kuptuar sprova. Funit. Nëse tonë kemi këtë mentalitet, unë kisha bënë një pyetje, a ka dikush prej nesh që nuk ka sprovon? A ka dikush prej nesh që ka këtë dëshirë të realizuar? Atëherë kam na vlodh veshje pej telashe, pej sprova, pej debate, pej muhabete. Për ata nuk është mirë me anku Zotin e Madhëshëm te krijesat, sepse funit edhe nëse të ndihmojnë krijesat, s'do të më harru që Zotit ka ndihmuar nëpërmjet krijesave. Për ata, unë shpeshherë kam dëshirë me shpjegu ose me kuptu bashkë një hadith pejgamberit alayhis salam. Kush nuk i falenderon njerëz se ka falendëruar Zotin, ose kush nuk din me falendëru njerëz, nuk din me falendëruar Zotin. Kuptimi drejt i këtij hadithi është që Allahu i Madhëshëm kur na i plotson dëshirat neve, kur na jep shumë të mira në këtë botë, unë e kisha bënë një pyetje, çysh na jep të mirat? Cila është forma që Zoti na jep të mirat? Forma e të mirave që Zoti na jep është Allahu na jep mirat nëpërmjet njerëzve. Të mirat e tij zakonisht vijnë nëpërmjet njerëzve. Dhe falënderimi për ato të mira do të më shkojë në njëjtën linjë. Falenderohen njerëz dhe falenderohet Allahu i Madhëshëm. Nëse ti keni breng një telash, edhe një njeri del ndihmë, edhe kalon telashën, mos harro se kjo indirekt është ndihmë e Zotit. Veç i kuptohet ndihmën e Zotit. Ndihma e Zotit vjen nëpërmjet asoj që na rrethon në jetë. Nuk vjen dora e Zotit direkt, dora e Zotit vepron nëpërmjet mekanizmave dhe nëpërmjet rrethit që na kemi. Keni kujdes. Kurdo që ju ndihmojnë njerëz, Zoti ju ka ndihmuar nëpërmjet njerëzve. Zoti ka orientuar ata njerëz me ndihmu. Zoti ju ka hap atyre mundësitë, zemrën në mendjet e tyre, ata me ndihmu. Sinjali i parë është kur fillon mu anku të gjithë njerëz. Shenja e dytë e njeriu të sprovuar dhe të njeriu i cili ju ka bu sprova dyfish sprovë, sepse e shes sprovën si barë, si ngarkesë, edhe se shprovën si dënim, si privim, dhe se Zoti po don me ndënu, është kur njeriu fillon me kërku rrugë të ndaluara për me ikë prej sprovës. Çdo kush prej nesh, kur e ka një breng, e ka një smundje, e ka një sprovë, e ka një telash, e ka një varfëri, gjithherë ngritet kam për me dalë prej sprovës, dhe kjo gjithçka është në rregull. Çdo njeri kur ngritet me dalë prej një telashje, gjithherë ka dy rrugë. Rrugën legjitime dhe rrugën e ndaluar. Rrugën e lejuar, rrugën e ndaluar. Rruga e lejuar zakonisht është më e vështirë. Rruga e lejuar është më e shtrenjtë. Kosto e saj është më e kushtueshme. Rruga e ndaluar është gjithë më trop. Rruga e ndaluar është gjithë më e shkurtë. Rruga e ndaluar është gjithë më e shpejtë. Por është ndaluar. Njeriu i cili ka ardhur një sprovë, ka ardhur një telash, i ka ardhur një breng. Edhe tash u ngrit, po do me dalë prej sprovës, po do me dalë prej krizës, edhe i ofrohen rrugë para vajt, rrugët e lejuara, rrugët e ndaluara. Edhe zgjedh rrugën e ndaluar, dijeni që është njeri i cili ka shprehje revolt ndaj sprovës së Zotit i Madhëshëm i ka bërë. Dhe ky njeri definitivisht ka keq interpretim të madh karshi sprovës me cilën Allahu i Madhëshëm e ka sprovu. Kjo ishte pjesa e parë kur sinjalet, kur mundu me ndit veten që kemi keq kuptu sprovën, edhe thjesht kemi fillu me kuptu sprovën vetëm si dënim. Vajtimi madh në njerëz dhe përpjekja që me zgjidh sprovën nëpërmjet rrugëve të ndaluar,
rrugdalja nëpërmjet formës së ndaluar është simptomi i dytë që ti ke filluar me i ke shkuptuar sprovat e Zotit dhe sa ka godit Zoti në sprovë ti ke gjetë rrugdalje nëpërmes formës së ndaluar. Po shkojmë te pasojat, sepse gjatë gjitha këtyre takimeve që i kemi pas bashk, jemi mundu gjithherë me instalu një bindje, një pikpamje. Ne gjithsesi do të vujmë pasojat e veprimeve tona, e fjalëve tona, e mendimeve tona. Dhe do të shpeshherë njerëz gjithherë me mendon pasojat. Ku të folsh, mendoj pasojat, ku të veprojsh, mendoj pasojat. Për i pasojave të parë të keqkuptimit së provës është ku njeriu nuk arrin me kuptu urtësinë e Allahut mënushëm. Dhe kjo të dashur miq, kur një rob i Zotit smuhet me kuptu urtësinë e Zotit, kjo është sprovë në veti, kjo është pasojë e madhe. Mos arritja me kuptu Zotin e mënushëm, mos arritja me kuptu urtësinë e tij. Kjo është belaja më e madhe që kemi mundësi mos provu. A kam lexuar para disa ditë një tregim shumë i mirë. I një djaloshi i cili ka qenë shumë arrogant familje, nuk i ka ngu asnjëherë prend, ka qenë shumë i keq në familje. Zakonisht u dal me shoke, me shoqënie dhe kryesisht e ka anashkalu familjen, si ka dal, si ka shërbyer në asnjë rast. Një fëmijë i lazrum, që thash më herët, i cili thjesht që shëtojnë në gjuhën e popullit është pokojit prej gjithve. Një ditë prej ditësh del për shtëpisë i revoltuar dhe shkon me shoqënin në piknik, e marrin një barkë të vogël, një anije, edhe dalin dikun ka mesi detit, ndodh një fatkeqësi, një frymë e madhe, i fundosin gjithë shokët, jetë veç vetë. Edhe anija, ajo barka e vogël, fryme e qetë në ishull, edhe mbetet fikallvet në ishull. Kur del në ishull, normal njeri s'u mësu me vujt, nuk u mësu me hjek, nuk u mësu me gatu bok, nuk u mësu. Normal, sprova, e kalit, e ushtran, fillon me pregadit bok, dielli i madh, e ndërton një kasoll, të bën dru, e bën një shtëpisë të vogël, e aty fillon me ustrehu. Mas do dite i merr pak një ftoft, detyrohet me dhezë një zjarr pranë kasollës edhe me gatu, edhe me pregadit ushqim, po njëkohësisht edhe me u ngroh. Një ditë për ditë që del me punu, edhe len atë zjarrin, më thonë shumë sipër të u fik. Edhe vjen një frymë e fortë, i bardh do gaca prej zjarrit, i fut në kasoll, edhe derisa ky largohet pak prej kasollës, e sheh që i hen flaka dhe djeget shtëpia, ajo farë kasolla e vogël. Kur djeget kasolla kthehet, edhe i drejtohet Zotit, o Zot, çat bona, çat kam fajune, qa gabova unë, njëherë më sprovua dhe i këtu, e tash më sprovua ma djegë edhe shpinë. Çat kam fajune, çat kom bo, Zot, cili është faj jam. Mas disa minuta, mas 20 minuta, vjen një anije e madhe, i ofrohet ishullit, edhe i dalin ndihmë. E marrin, e vendosin anije edhe, nisen për me qu drejt venit ku prej ka ardhur. Edhe ndër tjera po bisedojnë bashkë, po thonë na kemi qenë shumë larg, edhe se kem vrejt ishullin hiq. Po kur e kem pa një tëm të dal, një tëm që dilke prej ishulli, një tëm edhe një flakë e madhe, na e kuptuam që dikush është të jetu në atë ishull. Edhe ai tëm ke shkak që na t'i ofrohum ishullit. Ky njeri në atë moment i kthehet Allahut mëndueshëm edhe e kupton se pse u djeg kasolla, sepse djegja e kasollës edhe ai tymi në qiell ishte e vetmja rrugdalje që dikush me kuptu që ky ishte i vetmuar në atë vend. Pasoja më e madhe kur robt nuk i kuptojnë urtësitë e Allahut mëndueshëm. Dhe mos kuptimi i urtësive nën kupton revolt ndaj të mirave të Zotit mëndueshëm, dhe kjo pastaj me të vërtet e bën shumë të vështirësuar situatin. Kjo është pasoja e parë. Pasoja e dytë e keqkuptimit së provës është shpeshherë ajo e sjell edhe hidhrimin e Zotit mëndueshëm.
Pse sjell hidhrimin e Zotit Manushëm? Sepse kur Zoti sprovon një rob dhe nëpërmjet sprovës dëshiron me ofru robit vet, dëshiron me pa robin e vet pak më të përulën, më të thyrë, më modest, dëshiron me pa robin e vet ka ngrit durë të lutet. Këto janë synimet e sprovës, këto janë urtësitë e Zotit Manushëm në sprova që ai na godet. Dhe kur gjitha këto nuk çojnë në përulësi, në modesti, në thyrje përpara Zotit, në sejdë përpara Zotit, në lutje përpara Allahut. Kur këto çojnë në arrogancë, kur këto çojnë në revolt, kur gjitha çojnë në kundërshtimin ndaj Zotit Manushëm, këto shpeshherë vjen edhe hidhrimi i Zotit Manushëm, dhe ai hidhrohet me ty. E keni kujdes, sepse kur thojna hidhrohet Zoti me ty, ti qel të mirat. Shpeshherë kur Zoti hidhnohet, ja qel robit të mirat. Edhe jap këtë mirat. Kjo i bjen në më herët kur e shpjeguam relacionin e fëmijët me prind. A i keni pa ka njëherë, fëmija insiston diçka. Insiston, prindi spranan, me i dhonë. Dikur edhe prindi revoltohet edhe i thot, merre. Shfrytëzohet dhe the qafen. Kjo është shaj revolte, hidhrohet prindi. Rujini se ka njëherë njëti relacion ndodhë robit me Zotin. Zoti don me të sprovu, don me të privu prej diçkave, ti insiston, revoltohesh, idhnohesh, fillon me kundërshtu Zotin, fillon me shpreh fjalë të paheshme ndaj Zotit, mi thon Zotit çka të bëna që më sprovove, çka të bëna që s'ma pranove lutjen. Edhe për një moment hidhrohet Zoti Manushëm. Kur të hidhrohet, ta qel derën. Dhe thot këtyn tuat, merre. Veç dole prej kontekstit rob i Zotit, i dashnë i Zotit, krijes që po të donë Zotit dhe po të sprovon Allahu Manushëm. Për ata ki kujdes, kur qelin ka njëherë kejt dyrët e të mirave, masi e ka një sprovun, shiqoj e vetën, shiqoj punët, sepse ke mund tjetë edhe një revolt e Zotit ndaj teje. Edhe revolta e Zotit nuk shprehet gjithher me dënim, keni kujdes. Aja shpeshe mund të shprehet edhe me dhonje. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Në surën El-Fajr Zoti përmend dy situata. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه, njeriu kur ta sprovojmë, tu i dhon, tu e nderu, ai thot Zoti po nderon. Dhe kur njeriu e sprovojmë me marrje, se mos dhonje, ai thot Zoti po më nënçmon. Vëni re diçka, në të dy fjalit, edhe kur i ka dhon, edhe kur i ka marr, ose kur si ka dhon, në të dy fjalit e ka përdorur termin e sprovoj. Fa amma l'insanu idha mabtalahu. Edhe njeriu kur e sprovoj me i dhom, edhe njeriu kur e sprovoj me i marrim. Në të dy situatat Allahu i Manushëm e ka përdorur fjalën sprov. Për ata, keni kujdes sepse shpesher sprovat janë edhe me dhanje. Po inshallah nuk është dhanje për shkak revoltës. Këto janë, domethënë, dy pasojat e keqkuptimit së sprovës. E para është, nuk arrim kur me kuptu urtësitë e Zotit, edhe jetojmë të dënuar vazhdimisht. Edhe e dyta, e sjellim hidhrimin e Allahut Manushëm. Sepse qysh ka dash më na ofru Zoti, më na mëshiru, më na sprovu pak, më na i qu do të telashe që na mu kthy te Zoti Manushëm, që ka qenë synimi i tij, to ka ndreku krejtësisht kundër efekt. Ai ka dash më sprovu për mu ofru te ai, e ti ku të ka sprovu ti e largu prej tij. Edhe ai u hidhru tash, kur u hidhru ti ka qel dyrt. Allahu shpesh thot në Kur'an, kur na vendosëm me i dënu ata, fatahna alehim abwab as-sama, ja u çelëm dyrt e qiellit. Edhe mbi ta derdhëm shumë të mira. Pse derdhëm shumë të mira? Sepse në momentin e parë kur Zoti u ka hap dyert e qiellit dhe u ka dhënë çdo të mirë, është problem ata njerëz mu kthy mo. Sepse është natyrë njerëzore. Njeriu zakonisht kthehet kur ka sprova, kur ka mungesa, njeriu gjunjëzohet kur ka mungesë. Po kur ka shumë është problem u gjunjëzu. Kur njeriu sprovohet me vlat, sprovohet me ato, zakonisht kjo është shkak që ai më u kthy Zotit Manushëm. Nëse kjo nuk të ka kthy, sprova nuk të ka kthy te Zoti, a mendon se hapen dyert e të mirat me të kthy te Zoti?
Kjo është në kundërshtim me natyrën njerëzore, sepse vështërsitë e zbutin zemrën, vështërsitë e bëjnë njeriu më të zhvinizuar karshi Allahut madhnuar. Këto janë pasojat që do t'i kemi nëse vërtet kemi këso qasje kaq negative ndaj sprovat Zotit madhnuar. Cili është shërimi, po mundohem bashkë me marrë diçka prej ilaçit ose prej asaj shërimit. Po kthehemi te shërimi, po bëjmë përpjekje bashkë me pa hapat e shërimit, sepse është shumë rëndësi çdo problem me bë përpjekje me shëru. Ekzistojnë dy mesin e shumë ilaçeve, ekzistojnë dy forma shërimit, ose forma që të kthjellin edhe të ndrojnë qasjen ndaj sprovave të Zotit. E para është u anku vazhdueshëm te Zoti. Mos me harru Zotin e madhnuar. Mos me ik prej Zotit kur të sprovohemi. E keni një tregim Kur'an që flet për Hazreti Jakupin alayhis salam. Hazreti Jakupi thuhet se 20 vjet është shkëput prej Hazreti Jusufit edhe nuk ka ditë për fatin e dëbirit të tij. Ju e dini që ka funi jetës e ka humbur pamjen prej dashurisë të madhe që ka pas ndaj Jusufit edhe mungesa e tij edhe vaj edhe piklime e ka vërbu. Pak para se mu zbulu fati Jusufit e me u shpalus ajo mrekullia e Hazreti Jusufit edhe shpëtimi i tij prej pusit derisa të jetë njëri prej liderëve kryesor të shtetit të Egjiptit atëhershëm. Hazreti Jakupi alayhis salam ankohet vazhdimisht edhe vazhdimisht të përmend Jusufin alayhis salam, edhe kishin kaluar 20 vjet. Kur në jetën e tij nuk i është anku njerëzve. Edhe me një rast i kanë thonë pse ka shumë për përmend Jusufin alayhis salam. Kry më harru historia e Jusufit. Mor fond më Hazreti Jusufi. Ka thonë, më falni, unë për anku në Zotit tim. Unë nuk kam muhabet me juve. Unë ankohem të Zoti. Edhe sprovat kur na godasin. Normal i kërkojmë rrugdaljet, i kërkojmë mbështetjen prej njerëzve profesional, prej njerëzve me përvojë, po vazhdueshëm mbi gjitha këto nuk e harrojmë ju anku Allahut, sepse për që ta na ka sprovu më ju kthy atij, na ka sprovu më ju lut atij, lutu ju atij, po s'ma pranon, po lutju prap, s'ma pranon, prap lutju, s'ma pranoj, apet lutju. Sepse lutja, e dini ç'është është? Lutja është sikur një pus. Edhe në qatë pus, janë nderë do pika ujë, amo janë nderë vazhdimisht, ha? Edhe ja ka nisë që sa vjetë është të pikë. Edhe është vazhdimisht të umush. Një ditë u mbush këtë pusja, këtë u mbush. Edhe këtë mbuz të lumit, deri në mbuzën e ati bregut është dal ujë. Edhe vjen veç një pikë, me rana të lëmë për mu derdh. Qashtu është lutja. Lutu, nuk e din të deri ku e ke mbush. Lutu. Një ditë, për me ta pranu Zoti lutjen, vjen veç një doa me bo. Sepse ajo kohota e lutjes është mbush të Zoti manush. Edhe një lutje jotja e pranon ose vjen shpëtimi ose vjen ndihma e Zotit manush. Po shtrohet pyetja pse s'na ka pranuar për fillimit, sepse Zoti manushëm ka dashur me mush një pus me lutjet e tua, edhe ato me t'i rujt. A dini ju që Zoti ka sprovu një pejgamber të vetin, Yunusin alayhis salam, e ka qenë fund detit, e ka shti në bark balenës, a dini pse? Veç me një lutjen e tij për i fundit detit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. O Allah, nuk ka të adhuruar tjetër pos teje. I lartësuar i o Zot, unë i kumbo vetës pa drejtësi. E keq kjo proces, a i me shku në fund detit, e me arë një balen me marë, e me qua atje, e nërsiren e natës. Komendatorët e Koranit thojnë, kër e ka një me laqët të lutje, për i fundit detit, i ndritu ka Zot, i ka thonë o Zot, një rabë jyti o ka të lutet, po si më ka marrën vesh ka po vje doja. Ne i në mësu datë me orë për i tukës, është ka vjeni da për fundit detit. Apo
e ka dash Zoti që atë doa për i robit vetë në fund detit. Për ata, kur të sprovoheni se është synimi sprovës me lutë Zotin, synimi sprovës me ra para Zotit manushëm, ju përule Allahut subhanahu wa taala. Kjo është para. Dyta është forma e shërimit. Dyta është që kur Zotit ka sprovu, sprovat i shfaqin mundësitë e njerëzve. Keni kujdes, shumë më rëndësishme me kuptu që shkencëtarisht thuhet se shumica e zbulimeve, shumica e gjenialëve, njerëzve gjeni, dalin lufta. Po të shishoni Evropën, zhvillimi më i madh i Evropës është mas luftës dytë botërore. Lufta ka prodhuar gjeni. Sprovat prodhojnë gjenial, prodhojnë njerëz, sepse sprovat e qesin fuqinë e njeriut, e qesin atë mundësinë kadrovike të njerëzve. Njeriu që është i pokojitun e kanë mojt para durve, në societata nuk e qet njeriu talentin, nuk e qet fuqinë e tij. Dini kur del fuqia? Kur të rrok zori, kur të rrok sprova, kur të rrok belaja. Edhe kjo është urtësia pse Zoti na sprovon. Sepse ai nëpërmjet sprovave don me na bën neve me shfaq na talentin, kapacitetin, fuqinë, mundësinë e kështu me radhë. Kjo është njëra prej urtësive të Zotit Manush. Dhe kësaj mundohuni në momentin e parë ku të godet një sprovë, hulumta aty e keni depot mundësisë. Zoti po don me ta shpalos. Veçëm hulumto. Aty te ti është. E ju ti është veçëm shpalos. Për ata mundohuni me i gjetë përparësitë e juaja në sprova, në bela, në telashe, në varfni. Aty e keni. Aty del fitoria. Fitoria është në sprovë. Po nuk mund e gjën fitoren patar sprova, sepse sprova detyron ty me hulumtu fitoren. Prandaj, nëse dorëzohesh, nëse revoltohesh, valla, mur fond bre, që na boni Zoti. Kjo është qasje totalisht e gabuar ndaj çdo sprove që Zoti na ka dërguar këtë botë. Dhashtë Allahu që ti lutemi vazhdimisht, edhe dyta, dhashtë Zoti që ti zbulojmë aftësitë, mundësitë edhe kapacitetet tona, atëherë nuk kur na godet sprova. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet.